Kush është e reja e Donald Trump që bashkë me djalin e tij erdhi në Bosnje? Djali i presidentit të SBA-s, Donald Trump Jr., mbërriti në Banja Luka i shoqëruar nga e fejuara e tij Bettina Anderson. Modeli dhe filantropi 39 vjeçar tërhoqi vëmendjen e fotografëve ndërsa hynë së bashku në Banski Dvor. Anderson dhe Trump Jr. ishin veshur me veshje të njëjta dhe ndërsa ajo mbante veshur një fustan blu të errët me mëngë të shkurta, ai ishte veshur me një kostum në të njëjtën nuancë të kaltër, të cilin e kombinoi me një këmishë të bardhë dhe kravat blu të qelet. Çifti njoftoi fejesën e tyre në një aktivitet në shtëpinë e bardhë në dhjetor të vitit të kaluar dhe u lidhën për herë të parë në mesin e vitit 2024. Sipas revistës People, Anderson dhe Trump Jr. zhvilluan shpejt një lidhje serioze me burime pranë çiftit që pretendojnë se romanca e tyre po shkon në drejtimin e duhur dhe mund të jetë afatgjat. Sa i përket Andersonit, ajo ka lindur në vitin 1986 dhe vjen nga një familje e pasur dhe me ndikim. Babai i saj, Harry Joy Anderson Jr., ishte bankier dhe një nga presidentët më të rinj të bankave në SBA, ndërsa nëna e saj, Inger Anderson, njihet për punën e saj filantropike. Ajo ndoqi Universitetin e Kolumbias ku u diplomua në vitin 2009 me një diplom në histori arti, kritik dhe konservim sipas profilit të saj në LinkedIn. Ajo shpesh poston fotot e saj në Instagram dhe gjithashtu pozoi për kopertinën e revistës Quest në vitin 2020 dhe u fotografua për Hamilton Jewelers në të njëjtin vit. Ajo u shfaq gjithashtu në një artikull në Palm Beach Illustrated në vitin 2021 dhe revista e përshkroi atë si një ndikuese lokale. Përveç se njihet për jetën e saj shoqërore dhe paraqitjet në evente elitare, Anderson është gjithashtu e lidhur me aktivitete humanitare dhe filantropike, duke ndjekur gjurmët e prindërve të saj. Anderson dhe vëllezërit e saj themeluan fondin Paradise, një organizatë jo fitimprurse që ndihmon organizatat lokale të ofrojnë ndihmë në rast katastrofash. Në tetor 2021, Anderson drejtoi një deg të kompanisë të quajtur projekti Paradise Film Fund, i cili mbështet rrëfimin e historive rreth jetës së egër natyrore të Floridës, me të ardhurat që shkojnë në përpjekjet për ruajtjen e natyrës. Një nga fokuset më të mëdha të jetës sime është se si mund të shërbej të tjerëve dhe të jem kujdestare e mjedisit, tha Anderson për Fashion Week Daily. Që nga prilli i vitit 2023, ajo ka qenë drejtoresha ekzekutive e organizatës jo fitimprurse, e cila që atëherë është riemëruar Paradise & Joe. Trump dhe Anderson u panë së bashku në korrik 2025, kur u bashkuan presidenti Trump dhe zonjës së parë Melania Trump në Kupën e Botës për klube FIFA. Në fotot e çiftit të shkrepura në pistë në Teterboro, New Jersey, ata u kapën duke u puthur dhe duke mbajtur duart njëri tjetrit gjatë rrugës për në ndeshje. Më vonë atë muaj, Anderson pozoi me familjen e të dashurit të saj gjatë një udhtimi në Skoci, një foto që Trump e ndau në Instagram. Përpara lidhjes së tij me Bettina Anderson, Donald Trump Jr. ishte i martuar me Vanessa Trump, një modele amerikane. Çifti u martua në vitin 2005 dhe kanë 5 fëmijë së bashku. Pas divorcit të tyre, Trump Jr. filloi një lidhje me Kimberly Guilfoyle, një ish prezantuese televizive dhe komentatore politike. Lidhja e tyre shpejt u bë serioze, ata u fejuan në fund të vitit 2020, megjithse lajmi i fejesës nuk u njoftua deri në vitin 2022. Megjithatë, çifti u nda dhe i dha fund fejesës së tyre në vitin 2024. Përpara lidhjes së saj me Donald Trump Jr., Bettina Anderson e mbajti jetën e saj private dhe partnerët larg publikut.